Zoti Tërnava, ka pas raportime se jeni negociata me lëvizjen vetëvendosje për të bërë koalicion për balotazhin e 9 nëntorit. Na tregoni cila është e vërteta? Ka pas negociata ndërmjet zyrtarëve të partisë tonë edhe zyrtarëve të partisë vetëvendosje, edhe unë me disa nga zyrtarët e LV-s kem pas kontakte dhe takime. Kom pas takime edhe me zotri Besnikun, kandidatin e LDK-s, se na jena në Kosovë, ky qytet është i vogël, nuk është për metropoll i madh, edhe heq mos me pas takime zyrtare, kem takime në për lokalet për rina dhe rinata edhe takohemi, kështu që gjë normale është me pas takime edhe zyrtare jemi në qytetit, jem për i shiqë saj dekret, nuk do me thonë ajo asë gjë në lidhje me marrëveshje nëse me qëndrimet e tona politike për vendimarrje rreth zgjedhjeve lokale. Po, zoti Tërnava, ajo është ofruar edhe LDK-ja, dhe në fakt cilin koalicion do ta preferonit më shumë, me LDK-n apo vetëvendosin? Na koalicionin e preferojnë sipas udhëzimeve të nivelit qendror. Nuk kemi kërku asgjë nga drejtoritë ose diçka nga asnjë napol, sepse pak është më rëndësia ajo, më rëndësi është që vendimet e nivelit qendror ne kemi obligim të respektojmë dhe të respektojmë ato. Sa i përket koalicioneve të mundshme, nderuara, keni pas diskutime edhe me nivelin qendror të partisë? Po, kemi pas diskutime mas pari me nivelin e degës, fushë Kosovës, me strukturat e degës, dhe me nivel qendror gjithashtu kemi pas takime dje, dhe jemi në pritje të një vendimi çka të na sugjeron niveli qendror, gjithashtu edhe niveli lokal sipas vendimit që do ta marrim Këshillin Drejtues me miratim nivelit qendror bashkërisht e vendosur.